2 ditë pas protestës së opozitës për mbylljen e aplikacionit TikTok, erdhi dhe reagimi i kryeministrit Edi Rama. Gjatë një takimi me mësuesit në Lushnjë, për kreun e qeverisë, pjesëmarrja e vakët tregoi se shqiptarët janë dakord me vendimin e qeverisë. Të ngrihet edhe të kërkojë të bëj thirrje fëmijëve mos shkojnë në shkollë që të çlirojmë TikTokun. Është e pakonceptueshme. Dhe fakti që reagimi është zero. Shpjegoi se ka nisur procedura teknike për ndalimin e përdorimit të aplikacionit, por janë në bisedime me kompaninë për vendosjen e filtrave. I kemi shtruar kompanisë të gjithë problematikën dhe i kemi thënë që ne nuk do ta lejojmë TikTokun të vazhdojë të funksionojë. Gjatë takimit, kreu i qeverisë premtoi dhe rritje të pagave për mësuesit, duke cilësuar si profesionin më të sigurt në vend. Paga mesatare e mësuesve është 930 euro, duhet të jetë ende më tepër dhe jemi shumë të vetëdijshëm për këtë. Preku dhe çështjen e integrimit, teksa dha sigurinë se vendet të cilat më herët ishin skeptike ndaj Shqipërisë, tashmë radhiten krahas saj. Sot janë të gjithë unison që Shqipëria duhet të vi në BE. Edhe Greqia është shumë mbështetëse për antarësimin e Shqipërisë bashkë. Mëtej, kryeministri mori pjesë në dhënien e kartave të autonomisë financiare, ku gjerë spitale do të menaxhojnë vetë financat e tyre. Mjekët, infermierët, skuadrat punojnë me ore pa orë shpeshherë në spitalet, kanë në dorë vendimarrjen për menaxhimin dhe të kenë në dorë vendimarrjen për shpenzimet. Për kreun e qeverisë, objektiv mbetet krijimi 17 qendrave ekselence deri në vitin 2027.